Këtu letra është e nena, që një mësërmu për 11 vetëve me e nena plët, që e nena të kujko atë shumicën. Ka dosh mu brigun nga jeta Salis e Kiraçe dhe djali mi dërshëp pikse në këtë akuzë e shduk djalin krejt. Në gjykatën themelore të Prishtinës ka nisur procesi gjyqësor ndaj copave të Sikiraqëve. E hap seancën e shqyrtimit fillestar në çështjen penale ndaj të pandehurve Korap Goshi, Valdrin Ademi, Dardan Marevci dhe Erd Marevci për shkak të veprës penale në bashkëhyrje dhe me personat e nën vrasje në tentativë të pandehurve Robert Lumnica, Salis e Kiraçe, Fatoz Abazi dhe Endrik Llapashtica për shkak të veprës penale në bashkëhyrje, vrasje rënd të pandehurit Vesel Bunjaku për shkak të veprës penale, manipulim me provë të pandehurve Korap Goshi, Valdrin Ademi, Dardan Marevci, Erd Marevci, Robert Lumnica, Salis e Kiraçe, Fatoz Abazi, Endrik Llapashtica dhe Vesel Bunjaku edhe për shkak të veprës penale secili veç mbajtje në pronësi në kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Pas konstatimit se akta akuza konsiderohet e lexuar, gjyqtarja i dha fjalën të akuzuarit Salis e Kiraçe, i cili kërkoi disa sqarime shtesë lidhur me përmbajtjen e saj. E keni kuptu, a keni nevojë për sqarime shtesë? Kam nevojë të marrë dhe për akta akuzë prokurorit. Çka keni nevojë? Çka nuk e kuptoni? A kuptoni për çka? Kuptoj gjykatës prokurorit 18 muaj ma bjen që unë sulmona më privu nga jeta, unë edhe djali jam i mitur, kur djalin tem i mitur në këtë akuzë je krejt. Se kuptoj këtë, 18 muaj që bua leta, ka kumpru provë. E ti për çka akuzon? Personalisht jo. Kjo është për vërejtjet eventuale lidhur me atë. E kuptoj, po vërejtja është që gjykata prokurori 18 muaj ma ka jek djalin këtë bëja këtë akuzë, djalin e mitur të më ndryshor. Në rregull, Sali ullu. Një edhe të, gjykatëse. Hajde. Këtu letra është e nena, që një mësërmu për 11 vetëve me e nena plët, që e nena të kujko atë shumicën. Sali. Që një mësërmu për ty në. Shumicën i ka këtë nësot. Sali, në gjo. Kjo është pjesa... E kalion e nena plët si ka zbulu e nena, që ku jenë e nena. Në rregull, kjo keni të drejtë dhe parashtoni kërkesë këto vrejtje të ata... Kërës ma ka hek djallin e mitur 12 vjetë për akta akuzë. 18 mujë më shkru që ju është privuar nga jeta, ka dosh mu privu nga jeta Salis e Kiraçe dhe djallin i mitur shëp pikse në akta akuzë e shduk djallin krejt. Prokurori shtetit deklaron? Gjithë këtë rrjedhën... I qërë mikrofonin, prokuror? Gjithë rrjedhën e akta akuzës e ka të shëruar në akta akuzë, po ashtu është njoftuar edhe gjatë marrjes në pyetje edhe për personat e nën, edhe kemi sqaruar mjaft mirë. Edhe për djalin e tij. Objekti i kryerjes së veprës penale ka qenë Salis i Kiraçe, por jo edhe djali i tij. Në seancë palët paraqiten qëndrimet e tyre fillestare. Të gjithë të akuzuarit në këtë rast u deklaruan të pafajshëm për veprat penale që u vihen në barë. Këtojmë një nga një të pandehurit që në deklaruan lidhur me pranimin e fajësisë, korrekt? Lidhur me veprat penale që u vihen në barë? Unë? Deklaron i fajshëm apo i pafajshëm? I pafajshëm. I pafajshëm. Vatri? Pafajshëm. I pafajshëm. Robert Lumnica? E pranoj fajësinë, për armot e paleje, edhe e pranoj veprimet e mia. E pranoj fajësinë për veprën penale, armot e paleje, si dhe i pranoj veprimet e mia. Pikën një të akta akuzës për vrasje të ose pranoj. Ndërsa nuk e pranoj fajësinë për veprën penale vrasje e rënd. Salis e Kiraçe. Po gjykatëse e pranoj fajësinë për amboje, tjetrën nuk e pranoj. Do të thonë një, si Roberti për vrasje nuk e pranoj. Për vrasje jam i pafajshëm. Fatoz Abazi? Lidhur me veprat penale që u vihen në barë? Për vrasje jam i pafajshëm, në qështore e pranoj ambojtjen palejesh. Erd Marevci? I pafajshëm. I pafajshëm. Vesel Bunjaku? I pafajshëm.